Qytetaria Korçare vazhdon mbjelljen e pemëve në kodrat mbi qytet me qëllimin e mirë për të rikthyer edhe një herë tjetër pyllëzimin e shkatëruar më së shumti gjatë vitit të mbrapsht 1997. Për ta bërë këtë realitet kanë reaguar me kontribut financiar, jo vetëm korçarët jetojnë në Korç, por edhe ata të cilët jetojnë në Amerikën e Largët. Ilion Thanas është njëri prej atyre i cili punon për të rikthyer pyllëzimin e Kodrës, shumë të frekuentuar nga qytetarët korçar. Unë i mbaj mend shumë pak, sepse jam datëlindje e 83-shit, mbaj mend shumë pak gjëra, por më kujtohet një pyll me akacie, mbaj mend gështenja, mbaj mend vreshta. Pra, me pak fjalë, ishte një kodër e pyllëzuar. Po sot? Sot, si që shikoni, jo vetëm që është e shpyllëzuar dhe prerë, por po ta shikoni me kujdes, kemi dhe shfaqjet e erozionit në mënyrë të tmerrshme. Shikojmë erozion sidomos në pjesa jugore e Kodrës, dhe kjo vjen për shkak të mungesës së bimësisë. Prandaj ne menduam që duke e pyllëzuar, duke krijuar një hije, ju shtojmë mundësinë personave që duan të ecin dhe në kohë pak në të vonë se mëngjezi, të ecin në hije, të ndjejnë aromën e blirit, edhe të kenë një kënaqësi në peizazh. Nuçi Doko, një tjetër qytetar, tha se me dëshirën e mirë të gjithëve, Kodra do të rikthehet shumë shpejt. Mendoj që një nga arsyet që ne po bëjmë këtë punë sot është pikërisht kjo që the ti, që të mund ta rikthejmë këtë pyllëzimin siç ka qenë. Me dëshirën e mirë, patjetër që ja dalim. Prej 3 vitesh qytetaria korçare është duke punuar për mbjelljen e pemëve, ku janë përfshirë të gjithë, madje edhe nxënës të shkollave nëntëvjeçare.